Në ditën e gjykimit, Allahu do të na thot neve, secilit prej neve, o filan, e dini thot që unë kam qenë i smur edhe nuk i ardh të më vizitosh. Edhe ne i themi, o Allah, si ka mundësi ti të jesh i smur? Ti je krijuesi i gjithësisë. Thot jo, e din thot që filani që ti e ke njoft, antari i komunitetit, antari i familjes, dikush që e ke njoft ka qenë i smur, edhe ti si e shku ta vizitosh atë. Si kur ti të kishe shkuar ta vizitosh atë, me kishe gjetur mua aty pranë ti. Kështu po thot Zoti secilit prej neve. Po jo vetëm te i smuri, po në këtë hadith kutsi, Allah i thot edhe për ata të cilët do thot janë të uritur. Thot, o filan, e din thot që unë kam qenë i uritur, edhe ti nuk me ke ushqyer. Ne i themi, o Zot, si ka mundësi ti të jesh i uritur, ti je Zoti i gjithësisë? Thot, jo, thot, filanin ka ardhur, ka kërku ndihmë, edhe ti ke pas mundësi me i ndihmu, edhe nuk i ke ndihmu. Si kur ti ndihmoja ati njeriu me këshe gjetë mua pranë ti. Edhe thot, oj biri Ademit, në tretin herë, e din thot që dikush ka kërkuar ujë, mos flasi me shku me vizitu, ose para ujë, thot edhe ti si s'me ke jep ujë, thot o Allah ti s'je dikush që pin ujë, jo thot, atë njeriu që e ke njoft, atë kujtohet kur ka ardhur me të kërku ujë, edhe ti as ujë si ke jep. Si kur ti japësh ujë atij njeriu me këshe gjetur mu pranë ti. Çfarë do të thonë me këshe gjetur mu pranë ti? Me këshe gjetur mu që të kisha shpërblyer dhe të kisha ndihmuar. Pra vizita e smurit, vëllezër të nderuar, edhe motra, e ka sevapin shumë të madh në fenë islame.